Në vitin 2027, toka do të pësoj një ndryshim të madh, dhe këtë e thonë specialist, madje jo vetëm specialist të fushës ushtarake, por ka edhe disa vegjend që e thonë, bile do t'ju them, edhe inteligjenca artificiale ka parashikuar që në vitin 2027 do të pësoj një ndryshim të madh gjithë njerëzimi. Le ta diskutojmë së bashku dhe të shohim se kush janë hap pas hapi këto mistere që i kanë quar këta specialist, mendojnë që do të ndryshojë çdo gjë. Kush është rastësisht si gjithmonë dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Sinqerisht faleminderit. E përsëris dhe e kam thënë disa herë, po dua ta përsëris sërish këtë. Unë jam askushi. Vi nga askund, por mundohem që t'i informohem, sepse jetojmë në këtë botë, t'i informohesh është për gjëja e parë është detyrë dhe pastaj duhet që t'jemi të informuar, sepse në qoftë se ndodh diçka nesër, ne do dim si do sillemi. Është njësoj sikur ti ndërton një shtëpi, sikur ti në qoftë se ti nuk do të dish se si ta ndërtosh atë shtëpi, nuk e për ta ndërtuar, pra ti je i informuar paraprakisht. E njëjta gjë ndodh në çdo skaj të jetës. Kisha bërë një video para pak ditësh, duke thënë që inteligjenca artificiale ka parashikuar disa evenimente vërtet të çuditshme. Dhe mendova, sepse kështu vijnë ato dal nga dal informacionet, kur ti shikon që ka disa informacione dhe bile edhe nga disa prej jush që kanë lënë disa komente, u informova sepse shumë prej nesh din disa informacione që unë për shembull nuk i dija dhe të tjerë nuk i dinin. Dhe kështu që u thellova akoma më shumë te këto informacione të inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale ku bazohet që ne do të kemi ndryshim drastik? Në çfarë? Duhet të dini që çdo gjë inteligjenca artificiale merr ato që ne lëm, pra informacionet që ne vendosim në internet. Dhe në qoftë se nuk ka informacione, inteligjenca artificiale nuk mundet. Me fjalë, aty qëndron aty dhe nuk me ato informacione që ka. Pra ne, në qoftë se sot do të qëndrojmë dhe nuk do të shpërndajmë më informacione në internet, ose ta bllokojmë totalisht internetin, informacionet e inteligjencës artificiale janë ato që gjenden aty dhe nuk mund të zhvillohen më tej. Do të jenë aty, do të qëndrojnë aty dhe kaq. Mirë po, ne duke i dhënë informacione, sepse ne vendosim informacione çdo ditë, ajo çfarë bën? Merr dhe i përzgjedh ato informacionet që të t'japi ty përgjigjen të asaj pyetje që ti bën. Dhe me kalimin e kohës, ajo i mbledh këto informacione dhe sa më shumë dhe nxjerr konkluzion. Pra nga ky konkluzion të jep përgjigjen. Dhe në fakt një pyetje të tillë ja bëra dhe unë inteligjencës artificiale dhe më tha të njëjtën gjë. Që njerëzimi po shkon drejt një kolapsi, sepse nuk është vetëm një problem gjeografik, pra i shteteve që kërkojnë secili kërkon vendin e tij. Për shembull Ukraina apo ku ta di unë vende të tjera. Nuk është vetëm kjo, apo Palestina. Por është problemi si mund të thuhet, që ti shkakton vendeve të tjera. Sepse për shembull nëse futet Turqia e zëm kundër Izraelit, çfarë ndodh? Lufta e tretë botërore. Nëse futet Amerika në haptazi po flasë kundër Rusisë për Ukrainën. Lufta e tretë botërore. Pra, në qoftë se ndodhin këto përplasje, hapet një luftë botërore dhe mund të shkatërrohet çdo gjë dhe ndryshon çdo gjë. Shiko, jeta e njeriut mund të ndryshojë në një ditë. Në një sekond, çfarë po them? Një sekond mund të ndryshojë jeta. Nga një fjalë e thënë, nga një gjestë që ti bën, ose nga një akt që ti bën, ty të ndryshon jeta. E keni vënë re, që të mund ndryshojë jeta dhe ti thua, pse i thash këtë, ose pse e bëra këtë? Sepse ti pa e kuptuar dhe ose pa e menduar mirë ose nuk i dije mirë sepse nuk ishe informuar, ti i dhe një përgjigje dikujt që ty të ndryshoj jetën, për mirë ose për keq. Pra e njëjta gjë është edhe njeriu. Tani inteligjenca artificiale thotë që mund të ketë një problem të madh sepse ne po shkojmë drejt kësaj, por ka edhe diçka tjetër. Kam vënë re në pothuaj 13 që kam parë deri tani, këta nuk e di
disa prej jush ndoshta nuk janë të informuar, por kam me qindra njerëz që më shkruajnë për ditë dhe i kam seleksionuar të gjithë këta që prej kohësh kjo dhe vazhdoj akoma të seleksionoj, ku disa prej tyre thonë që janë kontakte me forma të tjera jete. Dhe disa prej tyre gjenden edhe online, pra janë në për YouTube, ku ta di unë, në përfaqe. Dhe disa prej tyre i njoh, disa jo. Por unë bëra një seleksionim tani 13 prej tyre, pra prej këtyre që thonë që janë në kontakte me format të tjera jete dhe i gjenden online, të gjithë këta thonë që në vitin 2027 i kanë informuar që alienët do bëjnë ndryshime të mëdha. Për shembull ky Koljano, që është një shoku ynë, e gjeni dhe na ndjek në të gjitha faqet tona. Ky për shembull më ka telefonon pothuajse çdo ditë, më ka telefonuar edhe para 3-4 ditësh dhe thotë që planeti Tokë, njerëzimi thotë është në dilemë të madhe dhe jemi të detyruar thotë që mesazhet tona, pra të njerëzve, të shkojnë tek arturianët ose tek ta plejadianët. Plejadianët janë një specie që sipas tyre komunikojnë me njerëzit, qoftë me telepati, por qoftë edhe në distancë, qoftë edhe nga afër. Dhe thuhet që këta do futen në kontakt, pra me mbar njerëzimin, për të ndryshuar perceptimin e njerëzve, dhe nëse do të jetë e nevojshme, këta edhe do ndërhyjnë. Si do ndërhyjnë? Do ndërhyjnë gjithmonë me anë të mendimit. Shiko, dëgjojeni me kujdes sepse duket si për rrallë, por dëgjojeni. Unë nuk është se e besoj 100%, por besoj në këta që thonë që kanë kontakte me forma të tjera jete, sepse prej vitesh që ka miliona njerëz të tillë. Dhe po sikur të jetë e vërtet, ë? Dhe po thosha, për shembull, nëse dikush të ndryshon mendimin ty, të futet në mendjen tënde dhe të ndryshon mendimin, ti si do ta kuptosh? Si do ta kuptosh ti për shembull që ai të ka ndryshuar për shembull mendimin me anë të forcës së mendjes? Një specie po flas, qoftë alien apo ku ta di unë, ose edhe një njeri normal, me anë të valve. Shiko, para ca kohësh kemi bërë një video të një shkencëtari që Michokaku, që thoshte, e kemi bërë në faqet tona, jo këtu, dhe ai deklaron që këto gjëra ndodhin tani, po ndodhin, që ne kemi arritur teknologjinë që mund të ndryshojmë mendimin e njeriut me anë të valve, pra të frekuencave. Dhe ai nuk e kupton. Për shembull, EZM ja fut kot tani, ai që vrau atë gocën në tren në Amerikë. Tregohet që ai nuk di se përse e bëri atë gjest, se ai asnjë nuk e njihte, bile edhe mori në telefon dhe tha unë nuk e njeh, nuk e kuptova pse e bëra atë gjest. Duket sikur mendimi i tij ndryshoi, pra sikur dikush i dha një urdhër të bënte diçka. Tani thash ky është konspiracion, por po sikur e zëm, ty të ndryshojnë mendimin, ti do ta kuptosh. Pra e njëjta gjë që mendohet që do bëjnë këta plejadianët, që kur në qoftë se disa njerëz ata do futen në mendimin e njerëzve dhe në qoftë se disa njerëz nuk do ndryshojnë, ata do fillojnë që të ndryshojnë mendimin dhe do ketë një kaos në këtë moment, pra në atë periudhë. Pse do të jetë kaos? Sepse në një moment caktuar njeriu mendon diçka dhe do që të thotë diçka. Dhe pastaj e kupton që pas një ore apo 2 orë apo pas një dite i është ndryshuar ai mendim. Dhe ai vihet në dilemë jo vetëm me vetveten, por edhe me njerëzit përreth, sepse ka dhënë një urdhër apo ka folur për diçka që nuk e mendonte në të vërtetë, por e ka bërë. Dhe as ai vetë nuk e kupton pse e ka bërë. Dhe kjo do krijojë probleme të mëdha, jo vetëm në psiqikën e njerëzve, por edhe në atë rrjetin e njerëzve që ai ndodhet. Dhe ky është fakti tjetër, por ka dhe një diçka tjetër. Një kolonel i forcave të armatosura amerikane ka dhënë një deklaratë të çuditshme. Ai ka thënë, është komandant, jo kolonel, ka thënë që Aleksis, mos gaboj quhet ky, Gregorievic, një gjë e tillë. Dhe thotë që në vitin 2027, deri në vitin 2027 do mbaj, planeti, por në vitin 2027 do shpërthej, sepse mendjet e njerëzve, fjalë për fjalë, mendjet e njerëzve duke sikur po shpërthejnë dhe do ketë padyshim një konflikt që është i pashmangshëm në vitin 2027. Pra për të gjitha këto mistere, tregohet që viti 2027 do të jetë vërtet i çuditshëm dhe mund të ndodhë vërtet diçka. Bile do t'ju them dhe të fundit. Ka disa vegjend, njëri prej tyre është një qorr
ose një i verbër, është nga mos gaboj nga Japonia, nga to vend andej, apo më duket nga Tajlandja, më duket, dhe është e ndjekin shumë këtë, ai gjendet në të gjitha faqet, është nuk e maj mend emrin, është komplet i tullac, me fjalë nuk i qet flokët, por ruan kokën. Dhe ai nuk sheh, dhe ai thotë që në vitin 2027 do vinë që të na shpëtojnë, sepse tregohet që ai ka kontakte me disa forma të tjera jete. Disa thonë që gjenden këtu, dhe në fakt edhe ai thotë që këta alienët, ose si mund të quhen këta plejadianët, ndodhen këtu, thonë, por nuk shfaqen, janë mes nesh, por nuk shfaqen. Shumë e thonë këtë, sepse ka shumë teori, por shumë teori thonë që ata jetojnë mes nesh, bile keni dhe filma për këtë, Among Us, që se mbani mend, me fjalë jetojnë mes nesh. Dhe po thoshja që edhe ai, dhe jo vetëm ai, po edhe të tjerë thonë që pikërisht kjo periudhë, pra viti 2027, do ketë probleme të mëdha. Erdhen për punë tani, unë duhet i kështu që hajde. Dhe faleminderit që jemi për herë bashkë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për të gjitha këto teori konspirative. Le ta diskutojmë, sepse padyshim diçka do zgjidhim. Kalofshi bukur.